Mbrëmën në zyrat qendrore të lëvizjes vetëvendosje. Në Prishtinë, u zhvillua një mbledhje e rëndësishme me drejtuesit e qendrave në Kosovë dhe Mërgata. Takimi u mbajt në prezencën e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, njërazi kryetari i lëvizjes vetëvendosjes së Albin Kurti, sekretarit organizativ Alim Rama, kryetares së Kuvendit dhe kryetares së gruas së vetëvendosjes Albulena Haxhiu, si dhe koordinatorit për qendra deputetit Sali Zyba. Ky takim shënon një moment të veçantë për lëvizjen, pasi përveç diskutimeve mbi situatën politike aktuale në vend, u trajtuan edhe çështje organizative që lidhen me funksionimin e përditshëm të strukturave. Drejtuesit e qendrave dhe drejtueset e grupeve të grave të vetëvendosjes së ndanë përvojat e tyre mbi sfidat e terrenit, duke theksuar nevojën për koordinim më të madh dhe përfshirje më të gjerë të aktivistëve në çdo lagje e fshatë të Kosovës. Viti 2026 është vit zgjedhor brenda lëvizjes vetëvendosje dhe aktualisht organizata ndodhet në fazën përgatitore të procesit të brendshëm zgjedhor. Aktivistët në terren do të angazhohen në freskimin e strukturave, duke plotësuar pozicionet drejtuese dhe duke siguruar një përfshirje më të madhe të mbështetësve. Ky proces synon konsolidimin e strukturave organizative në të 3 nivelet drejtuese, lokale, qendrore dhe në Mërgata. Në fjalën e tij, Kryeministri Kurti ka theksuar rëndësinë e demokracisë së brendshme dhe angazhimit të vazhdueshëm të aktivistëve, duke e parë këtë proces si themel për fuqizimin e lëvizjes dhe përfaqësimin e denjë të qytetarëve. Ndërkohë, Albulena Haxhiu ka vënë theksim tek roli i grave në organizatë, duke nënvizuar se përfshirja e tyre është një shtyllë e rëndësishme për zhvillimin e strukturave. Në ana tjetër, sekretari organizativ Alim Rama dhe deputeti Sali Zyba kanë prezantuar planin e punës për muajt në vijim, duke theksuar se qendrat e LVS-së si në Kosovë ashtu edhe në Mërgate janë të gatshme për angazhim të plotë. Ata kanë theksuar se ky vit do të jetë një provë e rëndësishme për organizatën, jo vetëm për shkak të zgjedhjeve të brendshme, por edhe për shkak të sfidave politike që e presin vendin. Mbledhja e mbrëmshme u pa si një hap i rëndësishëm drejt konsolidimit të mëtejshëm të lëvizjes vetëvendosje, duke treguar se organizata mbetet e përkushtuar ndaj organizimit të brendshëm demokratik, përfaqësimit të qytetarëve dhe realizimit të programit qeverisës në shërbim të Republikës së Kosovës.